tash të trejat, thjesht po thot spedu mu. Na si kena pas to të losha, po kupton? Jena dash dyshysh, kur jena dash pa kushte, pa asi. Dhe kur ja kom nisën me gruan teme, kanë qenë pakuna tjera, apo den. Nuk konkret gjithçka fi interes, apo kupton? I ki pëlqy si tip, s'ka vetë shumë për kushte, biznes nuk kom pas, student jam kon. Ma shumë të ndarit jonë që do kur pja u propozojnë, ta kom propozu një djalë, ta kom gjetë një qik jashtë, ta kom bu gjeni vet gradë vlla. Mos ja u gjenë as nona, as gjyshja, as tezja. Mos mi u gjetë, jo ja gjetëm këtë qik, jo ja gjetëm këtë djalë. Përshëndetje. Qysh t'kem? Mirë. A je mirë? Mirë atë. A din që sem t'im kërku një djallë shmeker? Ma në me gjeka. E gjete. Pre kajt kem? Pes. Pre pes. Pejon taman. Pejon taman. Qytetar? Qytetar dem baba dem. Dem baba dem. A je krenar që e pejon kështet? Normal. Pejon bojt gjithmonë. Për shmekera, për... Qeve një sirë të qanë, kështu. Djallë frajer taman. A je martum? Qysh jam në rë? I pejon? I martum. A, e pas ke kry. 3 fëmijë. Babi 3 fëmijë. Babi 3 fëmijë. Gjumë për fëmijë, qëfar babi shmeker, tamam krap. Faleminderit. Sa vite e martu? Jam martu qika i ka 13 vjetë, 14. Mashallah. Qëfar ku e martu, more? 2011. Ko e gjaj i ri? I bjen që? 25 vjetë, jam bu babë. 25 vjetë, mashallah. Qësh është me konë prind, i ri? Si ti qështu që e pak ma ndryshe? Faj si prind i ri kështu në fillim, normale që është një fandjenje, se në qike kom qiken, dhe më thonë fëmijën e parë, është një fandjenje për prind. Normale është pak je ma i ndjeshëm, ma kështu, tash pak mu kanë rritë, e kanë pak ma qilë që dhojnë. Edhe 2 gjemi kam, njënin e kam 10 vjetë, tjetërin 5. Faleminderit shumë. S'ma mur mendja që mundesh me konë një martu. Ja, ta shiri kë. Vërë, Andrian, sa i komplimente bashortës. Fillim i kemi jep ma shumë, tash pak e kena rallu, po gjithsesi kur ka festa, kur ka qështu pak ma shumë, ndonjëherë kur doket normale, kur doket bukur i thojmë bukur, kajrë ja prishim, s'pon pëlqen, jena ka pak ja prishim ma shumë shtet? Pa jena ka pak gjelozat qështu, pak jonë vesh, jo qështu, ka pak. Ka për shumë shumë të bashortja, që s'ki qef? Ka prishje si burat, kjeri pa u gjelozat? Nuk ka që më pengon diçka, po thjesht kom qef me dit kur del, ku është, kështu. Nuk ka diçka që thjesht një mesazh, ma shu dola, jam qëto edhe jam në rregull. Sa diçka kështu, s'jam gjeloz. Sa kështu llogari sa i një qetrit? Qysh më nda? Llogari sa i një qetrit, çka bonet? Po s'jam me tip gjeloz përpara më kohë me të kallzu detën, sa më kohën të kalu janë akon fort jam kohën gjeloz, po tash me kohë e kupton edhe kush është, si nuk jam shumë gjeloz, thjesht unë kam një biznes temin, e kam një restoran, e din ku jam, realisht gjithmonë, po edhe ka janë vjen që shtot pa para lajmërua, që do kam qenë me dit dola, që ka që. Kështu për shembull ti e pas këni biznes. Tash tha që e njeni qetrin, edhe am tregon çfarë vjen gjenis femëror për shembull ku të shohim për shembull që jam një komplimenti çka për shembull sa xheloze bashortja. Gjeloze, s'moj me thonë që gjeloze, se unë e kam vetë një punë që ashtu që ti pres klienta, ti pres vin tulli çfarë klienta, vin femna, vin dhe unë i pres, po o mësu me këtë punë, kam që 15 vite biznes, nuk është që i bën diçka për shtypje, po. Kështu që akum i dhënu asë njerë zemrën, kështu që shpresoj mos m'ja i dhënu kur që edhe lehen e mboj. Edhe lehen e mboj. Allah të kopti. Edhe lehen, a? Lehen, dhe shkaj me kry një punë në mërcaj. A i ndimon, kështu në fund shpis? Jo, valla që tos se unë punoj edhe në shtet, punoj në punë të shtetit, tani kom me 2 puna jam, kështu që shumë pak më bjen. Edhe me fëmijë më marr, edhe me punë shtëpis më hiç sa hiç, mos të foli. Hiç, a? Hiç. Punoj shumë. Qysh çona 6:30, shkojmë palestër, edhe fillon dita për mu, bin 2 ora, 3 ora të natës gjath, kështu që me 5 orë, 6 orë gjumë jam gjath. Po gjaj zoti kështu. Po mundohem, me mbajt vetën, pak po mundohem. Andëgon, dhurata sa i bën bashortës? Dhurata, pi bën vetit ajo.
me shpenzimet normal të mijat. Kështu që i bëj dhurata çdo festa kur ka, që çdo ditëlindje, që çdo po. Si aprishi bre për kur gjoks. Po du me ble që ta bleje. Gru ma. Po, një gru. Kështu që tash ai bjen dhurata si bjen, po shpesh i blen vetit, po atë bleje bre, që kështu. Dhurata ma kushtueshme që u kanë? Çka ke bërë ta herë? Jes, kam diçka kështu. Jo diçka kështu, në telefon diçka kështu, jes. Jo që kështu tjera aksesare. Jo. Kërën e kanë atë për bashkët, kur më duhet mu, e marrone, kur i duhet asajna e mera jo që diçka kështu. Ja, në i dhuratë kështu diçka specifike, jo, 3.000 ku më bo, dhuratë më të mirë s'po di mu, ako, 3.000 mi pas. Shtu që... Qelë një martese të sukseshme dhe të fort, çka e bën? Tashi, me përmbledh me pak fjalë është besimi. Ti është vetëm besimi me pas, për ndryshes tjera tani vinë kajtë rënd. Komplet. Besimi është numër 1 besoj. Sa ka sot besueshmëri mes çifteve. Pasi që ti i martuar. Po tash këtë bën varë çfarë raporte krijon ti me gruan. Do të më mësu prej fillimit që kjo bën, që kjo s'bën. Që kjo keq, që kjo është mirë. Edhe se besoj që i ki të lojë, dësh me ja kallëzu, që to janë të mijat, nuk du me mdojnë jashtë të qëtëve vijave dhe janë regull. Tash të trejat, thjesht po thot spedu mu, ka ndryshu do sende, tash nëjna pak ma gjenerat, pak ma e vjetën nësi kena pas të të lojë, po kupton, jena dash dyshysh, kur jena dash pa kushte, pa asi, tash pak ka ndryshuar. S'tam se jam shumë i vjetër unë, po të foli para 15 vjetëve kur ja kom nisën me gruan teme, kanë qenë pakuna tjera, apo den. Nuk ka konkret gjithë shkafi interes, apo kupton. I ki pëlqy si tip, s'ka vetë shumë për kushte, apo kupton. Po kom pak ma ndryshe, po të foli për veti, se sot që biznis nuk kom pas, student jam kon, kur jemi kon lidhje, apo kupton. Me kohë tani kom kriju biznes, kom punë, tash i kena punë shumë mirë. Mirë, pse s'po ekzistojnë martesa sot shumë, ka divorce shumë. Po që kjo do është se nuk e krijojnë një marrëdhënie, domethënë thjesht e nxen edhe kujton që kam ja marr dikush shpejt e marton, domethënë pa e njoh, pa unë me gruan tame kom kalu 2 vjet kom pas fejes, mbas 2 vjetëve, mbas 4 vjetëve domethënë komplet kështu jemi martuar. Kështu që kemi njohur një tjetrin mirë, pak a shumë me ato tabiate që i kena na, që kjo bën, që kjo s'bën, që kjo mirë, që kjo keq, edhe nuk kemi asnjë problem. Tash se më thonë që s'kena ndonjëherë, nuk pajtohem, po jo në atë kuptimi marrë dejtë e pika më e keqe, ndarja ose kështu. Më marrë që s'pajtohem për ndonjë gjë, kështu që kena probleme familjare që ndodhin që ashtu, si krejt dynjaja. Po gjithsesi e kena një farë harmonie në shtëpi mirë, jetojmë vetëm. Me fëmijë. Në fund po të një mesazh për kare çiftet. Masi që e veç i martuar mje, çka kishte thënë gjithë çifteve, një mesazh, një këshill. Këshill çifteve, ju kisha thonë momentin që njiheni, shfrytëzojeni mu njoft mirë deri në pikë mos merrni një vendim pa e njoft një tjetrin mirë, pa i ditë këshijat, të metat e burrit po ashtu edhe të gruas. Edhe shfrytëzoni kohën mu njoft sa më shumë. Jeni moment martohesh i bën tonat, po nuk i të lashe kur njetë mu. Momentin që vjen qatë pikë që e nxe mirë, e bën kur të lashe s'kemi pas. Edhe, një apel e kësha bu, mos mi u gjetë, jo ja gjetëm këtë qikë, jo ja gjetëm këtë djallë, kështu që leni le të buën bashkë, se që to ma shumë të ndarit jonë që to kur pja u propozojnë, ta kom propozu një djallë, ta kom gjetë një qikë jashtë, ta kom bu që kjo është, në më thonë që është dhejte që kjo pika që po folë ti shumë ndarje, shumë jo. Sa ata që njifen vetë, që kalojnë pak bashkë, që duen, që ase ata nuk e besej që kanë. Ndonë dë një rast, po e në shumë rastet ralla. Kështu që ta apel e kësha bu, gjeni vetë gradë, la. As që u gjeni as nuna, as gjyshja, as tezja. Shambull, na ki knaqin servis. Të uroj ma të mirat njetë, shumë suksese, faleminderit shumë për kohën që ndajte.